cilat janë kategoritë të cilat përfshihen fiks tek aksioni Instagram? Normalisht që disa ditë kemi pa një lloj ndryshime shumë të mëdha të pjesë e Instagramit, që kryesisht i ka targetuar këto accountet apo llogaritë që janë më shumë pasive, apo edhe më tej nëse shkojmë tutje që janë të krijuara me bots apo të shumëzuara në një farë mënyrë. Dhe mendoj që një gjë e tillë është pritur edhe më herët nga Instagrami dhe konkretisht nga Meta, sepse ne kemi pa që shumë Instagram të ri, shumë llogaritë të reja, po i mbrin ato followersat shumë shpejt në një bazë që ne nuk e kemi studiuar apo nuk e kemi pa më herët, dhe madje po të njëjtit po dalin si ekspert të fushës duke tentuar të shesin pastaj në mënyra të ndryshme që për Instagramin nuk kanë qenë asnjëherë legjitime. E qartë. Atëherë, siç edhe ju thash më herët, domethënë tani si një përkufizim, domethënë kush quhen profile false, po themi, cilat janë profile të cilat konsiderohen jo aktive, cilat janë ato që konsiderohen spam. Sepse mund të jenë edhe individ të cilët mbase nuk kanë qëllimin që të jenë profile false për qëllime, po themi, dashakeqëse, por mbajnë një profil fals për të zhvilluar një aktivitet të caktuar. Por mbase mund të kenë një aktivitet dhe mbase mund të kenë mesazhe të cilat mund të kenë humbur tani nga fshirja e accounteve, ndoshta edhe padrejtësisht, sepse mbase jo të gjithë preferojnë që të kenë një profil në emrin e tyre. Ka kuptim. Mirë, po Instagramit konkretisht intereson pra që një person ta ketë një Instagram, dhe nëse ju tentoni të keni më shumë Instagrame, patjetër që duhet i përcjellni rrugët ligjore të tyre, që janë pra duhet të konvertoni në biznes, dhe është krejt në rregull të keni disa llogari biznesore. Mirë, po qëllimi këtu nuk ka qenë targetimi i bizneseve, do thotë ka qenë targetimi i influencerëve, dhe që ne i quajmë influencerë, dhe patjetër mënyra tjetër që kanë qenë pikërisht ata që i kanë shty ata. Domethënë një ndër ta që veç që kanë pas njëjtin efekt që 2-3 ditë kemi pas që ka qenë edhe Cristiano Ronaldo, edhe Messi, edhe tjerët që janë influencerë global, edhe përkundër faktit që tani Ronaldo ka ra në followers prapë është njëri më i ndjekur në Instagram në gjithë botën. Mirë, po e kemi pa edhe taj direkt që këto efekte kanë pasur një lloj targeti të kësaj audience. Për një përgjigj pyetjes saktë se kush janë apo si ka identifiku Instagrami, është që normalisht Instagrami e kalkulon duke përdorur edhe inteligjencën artificiale sot, duke matur sa ka qenë reach-i, sa ka qenë koha që ju keni shpenzuar, çfarë interaction apo interaksione keni bë ju me ato kontenta që ju janë shfaqur përpara, edhe gjitha këto ju ndihmojnë Instagramin që me pas një përkufizim me saktë nëse ju me të vërtetë ekzistoni apo keni disa lloj që njihen si bots apo si fake accounts që i kanë ndihmuar shumë kujt me i rrit ato shifrat, me i rrit numrin e followers, me i rrit numrin e like-ave. Po edhe një gjë tjetër, arsyeja pse Instagrami dyshohet që ka bë është që mos me vendos vëmendjen tek pjesa e followersave, por me vendos vëmendjen tek pjesa e kontentit dhe ajo që keni me ofru për audiencën, dhe njëkohësisht me pa që reach-i është më i rëndësishëm se sa vetë followersat. E qartë. Si duhet të veprojnë individët që duan të jenë, që duan ta kenë, që nuk duan që të jenë aktiv, po themi që të postojnë ose kështu, por duan që të mbajnë profilin e tyre. Domethënë, si ta bëjnë që Instagrami të mos të mos t'i evidentojë si fake, po, që të mos kenë pasoja. Pra çdo herë është mirë që llogaritë, edhe nëse nuk përdoren në forma shumë aktive, spaku të jenë legjitime nga aspekti i përdorimit. Pra edhe Instagrami ka politikat e veta goxha strikte. Mbi gjitha është në rregull që secila llogari ta ketë emrin e juaj, pra në cilin ju figuron edhe në dokumentet zyrtare, po ashtu bashkë me letërnjoftimin, të ketë siguri përmes emailit dhe numrit të telefonit, të ketë siguri shtesë në pikërisht këto. Pra këto janë gjështit bazike që Instagrami ka pasur qysh në fillim të saj dhe ende i ndjek, sepse në moment që ju kontaktoni me suport,
do të thotë këto janë gjërat bazike që i kërkon. Pra mund t'i kërkoj edhe më njëherë që të ndajë ndonjë dokument si letër njoftimi apo patent shofer ose diçka ekuivalente me to, dhe nëse shën që nuk përputet të dhënat me çdo herë po flasim për llogari private, personale, nuk po flasim për llogari të biznesit, sepse ajo është diçka tjetër. Mirë, për tek këto duhet kemi shumë kujdes me dhënat dhe informatat që ne japim. Mund të jemi krejt okej disa vite, po në moment që këto dhëra kërkohen dhe ne nuk e kemi, apo ne e dërgojmë letër njoftimin, me qëllim që Instagrami me kalkulu, me analizu nëse është i njëjti emër, është i njëjti vendbanim, është i njëjti ditëlindje, apo pra tjerë dhëna duhet të përputhen me ato që ju praktikisht i keni. Një pyetje tjetër në fakt që doja që ta bëja është si a mund të ketë ndikim, domethënë e tham edhe pak më herët që u bë në fakt më tepër për influencerat që të mos përqendrohen më tepër tek followers apo tek kontenti, po si mund të ndryshoj si mund të ndikojë ky tek bizneset. Sepse kemi vënë re domethënë që bizneset janë ngushtësisht tashmë të lidhur, madje ndonjëherë nuk arrim të dallojmë ku fillon influencimi dhe ku mbaron biznesi, domethënë është si mund të ndikojë kjo në humbjen e të ardhurave, po themi, tek bizneset, sepse tek e fundit edhe një account fake, domethënë kur bën like, tek e fundit është llogaritet te kontoja në fund. Atëherë si llogaritë ka një llogaritje për humbjet që mund të jenë parashikuar ose normalisht Instagrami dhe gjitha rrjetet sociale nuk e shpërfaqin çdo algoritëm që kanë asnjëherë ose çdo background apo qëllim që kanë dashur me arrit. Mirë, po influencerët janë në rritje në gjithë botën dhe kjo do të thotë që sa më shumë para për influencerët as më pak para për Instagramin dhe komplet meten. Kështu që edhe kjo mund të ketë qenë njëra ndër arsyet që edhe Instagrami ka tentuar që t'i ndaloj këta influencer. Dhe gjëja tjetër është që ne e shohim është që profilizimi i akauntave apo i llogarive është shumë i pavarshëm edhe nga Instagrami, edhe sugjeron një mënyrë edhe profilizon. Pra nëse ju vazhdimisht flisni për lajme, flisni për sport ose flisni për ekonomi ose diçka ngjashme dhe sot keni vendosur të flisni për ndonjë temë tjetër, normalisht që tenton të mos ju favorizoj, sepse tenton që ju të jeni lideri asaj industrie në të cilën jeni. Dhe ne e shohim që influencerët jo vetëm shqiptares, po edhe tjerët tentojnë që të përdorin autoritetin e krijuar që të monetizojnë atë për veten e tyre. Dhe ndërsa normalisht që Instagrami tenton që t'i përdorin rrugët cilat ata i kanë, duke përdorur Instagram ads, duke përdorur komplet meta ads, në mënyrë që edhe t'ju jap ato shifra që ju i keni, po edhe të një mënyrë të shkoni drejt rrugëve legjitime që Instagrami i ka. Pra po thoni që qëllimi i Instagramit mund të jetë futja, domethënë legjitimimi sa më shumë i profileve që të reduktoj humbjet. Patjetër, ashtu ne kemi parë në të kaluamën që ka ndodhur me Facebookun dhe Instagramin. Edhe sot normalisht që sot shumë krime mund të ndodhin dhe shumë keqpërdorime ndodhin dhe normalisht pas një boti nuk mund të shkoj askush sepse është e vështirë me ndjek dhe për këtë arsye dëshirojnë me ditë sa më pas sa më shumë dhëna për secilin user që nëse situata shkon keq me ditë me cilën derë me trokit apo me cilën mënyrë ata me bashkëpunu me organet kompetente për me zgjidh një problem. Ani se ata premtojnë çdo herë që lidhja mes përdoruesit apo userit dhe Instagramit është shumë e sigurt, prap në momente kyçe Instagrami dhe Facebooku komplet meta çdo herë kanë bashkëpunuar me organet kompetente, qoftë në luftimin e terrorizmit, qoftë në luftimin e krimit të organizuar kështu me radhë. Kështu që edhe kjo është njëra ndër arsyet që ata dëshirojnë me kriju një lloj sigurie për me ruajt mbi gjitha reputacionin e vet, sepse ne po flasim për një kompani më të madhe ndonjëherë të krijuar, siç është Meta, që në pronësi ka Facebookun, Instagramin, WhatsAppin, më të tjerat, andaj çdo herë mbetet edhe sigurimi i reputacionit vet. E qartë. Nëse një profil
po themi është mbyllur dhe se tani këto dua domethënë që t'japim sa më shumë informacion për individët, se mbase tani nuk është mirë domethënë të përshtasim individët me shumë profile në Instagram, por janë pyetje që vinë natyrshëm. Tani nëse një individ ka pasur një account fake dhe e ka humbur për shkak të aksionit të Metas, si mund çfarë duhet të bëjë që të rikthehet sërish tek ajo, sepse mund të ketë pasur një aktivitet, po themi, mund të ketë pasur të dhëna të rëndësishme ose mesazhe të rëndësishme. Por e ka humbur për shkak se nuk ka qenë aktiv në disa fusha të tjera, si për shembull në postime ose. Po. Edhe njerë, pra, jo vetëm postimet kanë luajtur rol, ju nëse keni qenë çdo gjë në rregull, keni mujt me post, ndërsa sa i përket, sa i përket me po nëse mund ta riktheni llogarinë, pra gjëja e parë që duhet me përcjell është njoftimin që ju vjen në email. Patjetër që ju duhet pranoni një njoftim në email direkt nga Instagrami që tregon arsyen pse llogaria juaj është bllokuar, është suspenduar apo është ndaluar në mënyrë permanente. Nëse është kjo e fundit, atëherë nuk kemi asgjë çfarë mund të bëjmë, sepse është ndaluar në mënyrë permanente, megjithëse që ka pasur edhe disa ndalesa më herët që ose i kemi ignoru ose nuk i kemi shpërfill me kohë. Ndërsa për këto tjera do të thotë ekziston mundësia që ne e quajmë appeal request, që do të thotë që ne bëjmë një request direkt të Meta apo të Instagrami dhe tentojmë të japim sa më shumë informata që ata kërkojnë në mënyrë që me tendu me marrë prap Instagramin që t'i kemi në pronësi gjithë ato mesazhe apo informata që ne i kemi pas më herët.